Qendra kryesore mjekësisë familjare në Xhakov ka nisur tash një javë fushatën e vaksinimit për maturantët e të gjitha shkollave të mesme të larta në Xhakov. Ky proces po zhvillohet brenda hapësirave shkollore, me qëllim që të lehtësohet çësia e nxënësve në shërbimet shëndetësore. Sot, ekipi mjekësor ka qëndruar në shkollën e mesme të mjekësisë Hysni Zajmi për vaksinim. Kryeinfermierja e vaksinimit në QKMF, Makfirete Berisha, tregoi më shumë rreth rëndësisë së vaksinimit të kësaj moshe. Ne kemi fillu të vaksinojmë maturantat në të gjitha shkollat e mesme. Shkollën e mesme të gjimnazit e kemi kur javën e kaluar. Tash do të vazhdojmë këtë javë në shkollën e mesme të mjekësisë dhe të gjitha më radhë. Kjo është vaksina përfundimtare kalendarit e vaksinimit, IPET kundër difterisë dhe tetanusit. Janë të përgatitur pra për studime, duhet të pa marrë parasysh secili maturant i komunës tonë të vaksinohet këtë vit. Ndërkohë, edhe vetë nxënësit e kanë vlerësuar këtë nismë si shumë të rëndësishme. Maturanti Bajrami Sufi tha se vaksinimi ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme infektive dhe gripit sezonal. Sot du vaksinu në gjenerata jone 12, cila këto vaksina në ndihmojnë për sëmundjet infektive apo gripra. Sipas të dhënave, në komunën e Xhakovës janë rreth 1000 maturant që pritet të përfshihen në këtë proces vaksinimi.